Duke marrë shkas nga shembulli i Peter Magjar në Hungari, Sali Berisha ka gjetur tashmë një tjetër shkak të madh për mosardhjen e Partisë Demokratike në pushtet, mungesën e aktivitetit në rrjetet sociale. Sipas tij, problemi nuk qëndron tek rezultatet politike apo situata në terren, por tek fakti që disa drejtues të PD-s nuk janë mjaftueshëm aktiv me statuse, video dhe reagime në internet. Në një takim me krerët e seksioneve dhe deputetët e PD, Berisha ka kërkuar që trimëria të tregohet në rrjetet sociale, duke i nxitur ata të postojnë vazhdimisht dhe të mos qëndrojnë të heshtur. Madje, ai ka paralajmëruar se aktiviteti i tyre online do të monitorohet, ndërsa ka këshilluar që të përdoren edhe aplikacione të inteligjencës artificiale si ChatGPT, Grok dhe Gemini për të rritur efektivitetin e reagimeve. Ti kundërvihemi, por ne mjetet sigurta kemi rrjetet tona sociale. Aty s'ta pengon dot njeri. Duhet të shkarkoni të gjitha AI-t. Ti keni në celular. ChatGPT-n, Claude dhe Gemini. Ka nevojë. Ka një saksi që rritet gjithnjë e më shumë. Sigurisht që ti ndonjëherë kanë halucinacione, por ama ndime e tyre është e jashtëzakonshme. Ato aplikacione duhet i keni në mënyrë që të kundërshtoni propagandën e shpifur, trillimet që bën. Sipas Berishës, këto mjete teknologjike mund të ndihmojnë në përgënjeshtrimin e propagandës, pavarësisht se ndonjëherë mund të kenë edhe halucinacione. Në këtë mënyrë, duket se betejë politike për pushtet po zhvendoset gjithnjë më shumë nga terreni dhe programet konkrete drejt algoritmeve, postimeve dhe statistikave të rrjeteve sociale.